Përshëndetje dashur shikues, me zëvinin në Agora News do të flasim mbi përplasjen brenda Partisë Socialiste midis Elisas Spiropalit dhe Edi Ramës, teksa duket se çarja ka filluar të jetë më serioze, ku Elisa Spiropali ka bërë një status përmes së cilës denoncon një farë presioni që po i bëhet në mënyrë që ajo të hesht mbi ato që mund të di se çfarë ndodh brenda Partisë Socialiste, por edhe brenda qeverisë. Por çfarë do ndodh më tej dhe a do të kemi tronditje të vet Edi Ramës nga lëvizjet brenda Partisë Socialiste? Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Merkoçi, Elisa Spiropali ka bërë një status ku denoncon në një farë mënyrë kërcënime dhe presione ndaj saj në mënyrë që të hesht. Ju si e keni parë, çfarë do të thotë ky status? A është kërcënuar vërtet Elisa Spiropali që të hesht, ku ajo përmend se është sulmuar edhe tek familjarët? Që mund t'jetë vërtet nuk as gjë të keqe, por nuk është ky thelbi i problemit. Se pash edhe statusin të Spiropalit, e cila deklaronte se kjo nuk është Partia Socialiste, pavarësisht nga kërcënimet, unë do vazhdoj, do flas, do bëj. Kjo tregon atë përplasjen që ka tashmë brenda Partisë Socialiste, ajo që kemi diskutuar kohë më parë, ku kam thënë që përplasjet brenda Partisë Socialiste do jetë më e ashpër dhe më e keqe se sa ajo çfarë ka ndodhur deri tani tek Partia Demokratike. Por Elisa Spiropali ka një problem me veten dhe me të tjerat. Me veten për një arsye të thjeshtë, sepse e ka personale, e ka inatçore, e ka një përplasje jo në parime, por çështje private, themi. Ndërsa me të tjerët pastaj ka atë detyrimin ka shi partisë saj, e cila e bëri deri në elitet e më të mëdha, në poste më të mëdha, domethënë të vendit, duke e bërë dhe ministre të jashtme. Kështu që ka ca detyrime për të shpjeguar Elisa Spiropali. Por ajo që është më thelbësorja është sepse Elisa Spiropali ka informacion, nuk mund të them se nuk ka informacion, dhe ajo që kanë deklaruar nga kohë që Porti Durrësit do ja haj kokën të gjithëve, dhe duke qenë drejtoresha e Portit të Durrësit, ai e di edhe mënyrën edhe formën se si u transferu ky port për portiatesh, ka informacione se ka qenë në kuvendin e Shqipërisë, gjithashtu edhe ministre e jashtme. Kur kam deklaruar para një javë apo 5 ditësh, kam bërë një shkrim ku kam thënë që dosja po lëviz në Amerikë, jo vetëm për Megoni Galin apo për Sinaloan, por janë çështje të cilat kanë prekur thellësisht interesat e NATO-s edhe të Amerikës, por jo pa anashkaluar edhe Bashkimin Evropian. Kështu që Elisa është e mirë informuar në këtë situatë, kështu që është themi ajo hapja të kutinë e Pandorës, duke qenë se ka kaq vjet në Partinë Socialiste dhe pranë Ramës, të hapja të kutinë e Pandorës se ka detyrim ka shi partisë dhe antarësisë partisë. Por gjithsesi është luftë brenda klaneve të vetë Partisë Socialiste, pasi nëse do ta dëgjoni edhe Ramën, tashmë nuk përmend më fjalën rilindje, por thot Partia Socialiste, pra e hoq atë pjesën e rilindjes, është kthyer rishas tek Partia Socialiste. Dhe kjo bën atë përplasje e grupazheve që është brenda kësaj partie. Është ai grupimi i themi strikt, ata që kanë ata ide të tyre si Parti Socialiste, dhe kjo pjesa e Ramës, e cila është një pjesë, domethënë që nuk pyet shumë për partinë, ata kanë hallin gjithë tek pushteti dhe tek paraja, nuk kanë asnjë informacioni për sa i përket lidhjes që mund të ketë pushteti me partinë. Ata thonë jemi pushtet, të bëjmë korrupsion, të vjedhim, bëjmë dhe kaq. Nuk i intereson absolutisht asgjë. Mirë, po Elisa ka dhe pikërisht këtu ka goditur Elisa, nëse do e shifni në atë statun e saj, që ajo thotë kjo nuk është Partia Socialiste. Po, madje ajo shkruan se po më këshillojnë të hesht me të njëjtën mënyrë që përdoret në këto raste, rri rehat, mos bëj zë, do të vërsulen, nuk ja del dot. Kush po e kërcënon, kush po i bën presion në këtë rast vet Elisa Spiropalit?
Në këtë rast presioni është i Ramës njërë, nuk diskutohet, sepse hapja gojës e Elisës apo deklarimi i Elisës është si puna Benamete që pasi u hoqë u bë, filloi edhe nxori ato qa dinte të themi, apo qa ishin bërë, apo qa kishte bërë dhe vetë ai, pavarësisht se Benamete në intervistën e tij e nxjerr veten sikur është i kulluar i larë, por nxori të gjithë faktet dhe këto janë ato fakte dinaçore, themi, që këta nxjerrin tek njëri tjetri, por Elisa, duke qenë më tepër në vazhdimsinë e të gjithë korrupsionet që është bërë në Shqipëri, thash duke pasur dhe pozicione kyçe, atëherë Elisa Spiropali deklaron dhe thotë që më kërcënojnë këtë ka si paraprit, përsa ose një farë denoncimi që i bën Ramës në distancë, sepse nëse do të ishte korrekte, do të kishte nxjerrë edhe personat se kush e ka kërcënuar, nuk është kaq e thjeshtë. Ajo do të tregonte se kush e ka kërcënuar. Por thash, ajo ka kapur atë, dikush e ka mësuar, se Elisa vetë nuk arrin ta kuptojë atë, por dikush e ka mësuar për të përdorur fjalën në top fjalëshim Partia Socialiste. Çka do të thotë që kërkon që të preki atë pjesë të antarësisë e cila beson tek Partia Socialiste dhe jo te rilindja e Ramës, apo ka një distancim nëpërmjet Ramës edhe partisë. Dhe kjo është bërë e qartë edhe në sondazhet brenda Partisë Socialiste, ku Rama del me 36%. Mos gabofsha. Të pëlqimit të tij si kryeministër dhe si kryetar partie. Çka do të thotë që brenda partisë ka pak nëjsi të mëdha, dhe pikërisht thash përdorja e këtij top fjalësh nga Elisa nuk është Elisa. Për shembull, supozojmë për mendimin tim është dy janë figurat të cilat kanë ndikim më shumë në Partinë Socialiste, është Gramoz Ruçi dhe Fatmir Xhafa. Pra, ideatorët apo përgatitësit e këtij statusit, që ai nuk është statusi i Elisës, jeni të bindur për këtë. Por thash më tepër ke Fatmir Xhafa, që ka dhe ai konfliktet me Ramën, herë të hapura dhe herë të mbyllura, dhe atë që kam deklaruar që brenda Partisë Socialiste ka një kakofoni të madhe dhe nuk po din më se kush i drejton dhe kush ka vijshmërinë e partisë, por si zakonisht ata pastaj bëhen edhe bashkë, kuptojmë drejt që nuk janë aq naiv sa të shkatrojnë partinë. Por ky konflikt brenda partisë do shohim se do dalë edhe një grupim tjetër pastaj mbi Elisën, themi, sepse tashmë Rama dihet që është se edhe grupimi, mos kujtoni që grupimi i Belinda Ballukut është me Ramën, në të kuptojmë drejt. Se edhe këtu kemi një grupim tjetër, pra ne them do dalë një grupim tjetër, se mos harrojmë asnjëherë ajo që kam deklaruar qysh në fillim, që kam thënë kur u mor kjo Belinda u mor e pandehur, thash që Rama nuk e shkarkon dot dhe Belinda nuk jep dorëheqjen, dhe u vërtetua katërcifërisht që Rama nuk ka fuqi mbi Belinda, pra është një grupim tjetër. Ky grupim nuk është se është vetëm brenda partisë, ky grupim është edhe jashtë partisë. Ndërsa Rama grupimin e tij e ka totalisht jashtë partisë. Pra Rama merret me drogën, me korrupsionin, me kërcënimin, me çdo gjë të cilat nuk kanë lidhje me Partinë Socialiste. A ka një grup që po strukturohet, duke mbetur pikërisht te kjo pjesë e grupeve, a ka një grup që po strukturohet brenda Partisë Socialiste, por edhe jashtë saj, sa i përket elementëve që kanë bazën e tyre tek Partia Socialiste, sepse përmendim këtu një nga socialistët e vjetra si Ermelinda Meksi ka sjell një shembull personal të saj në rastin e të birit i cili kishte tentuar që të bashkëpunonte me Akshin, dhe më pas të gjithë dinë se si përfundoi historia e Akshit, pra që doli në rast korrupsioni, dhe ajo e ka shprehur në një farë mënyre, qoftë indirekte, mënyrën se si po qeverisë Edi Rama dhe mënyrën se si qeveria po shkon skandal pas skandali. Në këtë rast, a ka një grupim që po strukturohet për të shkuar në një moment final për të goditur hapur më pas Edi Ramën? Pikërisht tek kjo më duket se po shpjegoj dhe po rithem edhe një herë, qoftë edhe për dëgjuesit ta kuptojnë mirë. Tok fjalëshi i përdorur nga Elisa Spiropali.
që kjo nuk është Partia Socialiste. Ajo i drejtohet Ramës direkt, duke deklaruar që pra ky drejtim qoftë i partisë dhe qoftë i qeverisjes nuk është Partia Socialiste. Pra tregon se ka një grupim tjetër brenda dhe ky grupim është grupimi i Fatmir Xhafës, i drejtuar nga Fatmir Xhafa, apo dhe nga Gramoz Ruçi, pavarësisht se Gramoz Ruçi nuk del në skenë. Po mos harrojmë se është një nga komanduesit apo njohësit më të mirë të elektoratit të Partisë Socialiste, të cilën e ka komanduar gjatë gjithë kohës. Edhe kur Rama ka ardhur në krye të Partisë Socialiste, mos harrojmë pavarësisht nga pazaret që bëri me Nanon, por kryesori dhe ndërmjetësi i të dyve ka qenë Gramoz Ruçi. Kështu që nuk duhet anashkolluar në asnjë moment kjo, por ajo që bie, thash, që bie në sy, bie se po të shifni në të gjithë tokë fjalshin e saj, Elisa Spiropali nuk e ka përdorur ndonjëherë të tokë fjalsh. Pra kjo është për një thirrje që i bëhet antarësisë Partisë Socialiste apo atyre socialistëve të cilët janë të zhgënjur nga Rama, qoftë në ndërtimin e partisë, qoftë në qeverisjen e vendit, se të gjithë e shohin për shembull dhe ata nuk janë budallë, pak a shumë e shohin se si ka shku situata dhe sa i pakënaqur është populli, apo politika që Rama po bën. Mos harrojmë se Rama po bën politika antikombëtare, të cilat bien ndesh apo bien në sy apo rëndojnë mbi vetë antarësinë e Partisë Socialiste, se nëse do dalin në fushat, supozojmë vajtja në Itali, thirrja nga Meloni, sot Ramës ulja në gjunjë e Melon, para Melonit, por Rama mos harroni se Rama në Itali është thirrur pikërisht për të ngritur kampe refugjatësh në Shqipëri. Mirë, po kjo nuk i konvergon shumë edhe vetë Partisë Socialiste në këtë pikë. Kështu që ka një përplasje, mirë, po kam parë tashmë ashtu si drejton qeveri që nuk pyet njeri, ai absolutisht nuk drejton dhe partinë pa pyetur asnjë. A ka përgjegjësi qoftë Elisa apo të gjithë ata të tjerë të cilët janë brenda asaj partie, patjetër që kanë përgjegjësi, sepse duhet kishim folur para se të bëhej gjëja. Dhe prandaj them, Elisa e ka inatçore, deklarim inatçor, por në këtë inat tashmë, si themi që ajo lloj antarësia apo ai lloj grupazhi duhet përfitoj apo do përfitoj për një përplasje më të madhe apo direkte tashmë ndërmjet të Ramës dhe dy grupimeve tjera. Se mos harrojmë se është edhe grupimi tash i Ballukut, i cili është brenda Partisë Socialiste, një pjesë dhe do ketë edhe një përplasje ndërmjet Ballukut dhe Elisës. Për këtë të jeni të bindur që do ketë edhe një përplasje të tillë, ashtu si do ketë përplasje nesër, do ketë edhe një përplasje ndërmjet Ballukut edhe Ramës. Gjithashtu Elisa Spiropali shkruan më tej se kur struktura shtetërore të emëruara, të promovuara dhe të kontrolluara nga e njëjta dorë, tashmë jo formale, të paraprira nga portalet paguara me para të errta, fillojnë të sulmojnë në mënyrë brutale deri edhe familjar në punë të tyre, atëherë kuptohet qartë se kufit janë tejkaluar dhe se nuk bëhet më fjalë për politikë. Në këtë rast, kush është dora që po e godet në mënyrë indirekte Elisa Spiropalin? Është Edi Rama apo në këtë rast kemi të bëjmë me një viktimizim të vetë Elisa Spiropalit për të fituar kredite politike? Nuk e dëgjoj, lufta e klaneve, kur fillon lufta e klaneve nuk ka më pasaj viktimizim. Lufta e klaneve do hajde kokat e tyre, patjetër, sepse jo gjithmonë pse je pjesë e një klani dhe ti sulmon klanin tjetër dhe pastaj ti bëhesh drejtues apo bëhesh pjesë e asaj, sepse ka dhe një moment sepse Elisa Spiropali nuk është se ka ardhur sot apo është antare e Partisë Socialiste dhe si
si antar e Partisë Socialiste ka ngritur shkallët e saj nëpërmjet karrierës, nëpërmjet vlerave, kontributeve që ka. Mos harrojmë se Elisa Spiropali s'ka si zero kontribut në Partinë Socialiste, ajo ka ardhur nga mjafti G99 dhe është bërë deputete e Partisë Socialiste pa qenë fare pjesë e strukturave të partisë. Tomi drejtën në këtë pikë, domethënë, nuk është po marr si shembull, nuk është si Ermelinda Meksi që i përshon fjalën Partinë Socialiste sepse ka një jetë me Partinë Socialiste, me që përmend, ose nuk është Fatmir Xhafa, nuk di me këta, por nuk e krahasoj me këto Milet e Çakanarta të tjerë, patjetër nuk e krahasoj me këta. Por tashmë ajo ka parë zëvendësimin që Rama po i bën të gjithë grupimit të themit Fatmir Xhafës, gjithë këtij grupimi Rama po bën zëvendësimet. Qofse do vini re edhe ndryshimet që Rama bëri në qeveri janë personazhe të cilët i përkasin lidhjes që kanë me botën e krimit, i përkasin Belinda Ballukut apo dhe vetë Ramës. Kështu që nuk është pjesa e grupimit tjetër. Dhe këta duke e parë veten jashtë loje tashmë, fillojnë dhe ngrejnë apo hedhin hipoteza të ndryshme, apo fillojnë dhe hapin gojën. Por kjo lloj hapje goje është e vonuar, por gjithsesi ata gjen edhe momentin kur Rama po goditet ndërkombëtarisht. Rama i ka kreditet zero, qoftë në Amerikë, qoftë në Europë, dhe në këtë moment këto kërkojnë edhe ta godasin, pra marrin edhe një goditje nga brenda. Përveç goditjeve që ka marrë nga jashtë, të marrë edhe goditje nga brenda. Këtu është gjithë filozofia, pra është një filozofi e ndërtuar, por nuk është vetëm, mos e shihni Elisa Spiropalin vetëm. Pra si po bën ajo vetëm po bën këtë luftë. Dhe duke qenë pikërisht te ky argument, apo zhvillohet një luftë e heshtur mes Edi Ramës dhe Fatmir Xhafait, dhe të dy po tentojnë të godasin eksponentët që kanë afër njëri tjetrit? Patjetër që kjo luftë nuk është e sotshme. Kjo luftë ka kohë që ka nisur, që është me shkarkimin e Fatmir Xhafës, kur po shkarkimi i tij si ministri i brendshëm, qoftë edhe në atë aspektin kur mundua ta afroj Fatmir Xhafën me një komision parlamentar për të kontrolluar SPAK-un, gjë që e kuptonte mjaft mirë Rama që ajo do dështonte si komision sepse ishte antikushtetues, dhe ai pikërisht vuri Xhafën në këtë lloj komisioni apo si iniciatori i këtij komisioni pikërisht për ta goditur në këtë lloj forme. Pra për t'i dhënë një goditje institucionale, të themi, një goditje duke pasqyruar Xhafën si ligjbërësi i këtij komisioni, dhe sikur ishte Xhafa që kërkonte tashmë ta kontrollonte SPAK-un. Në një të kohë që ishte vetë Rama, Xhafa ra në këtë grac, por si duket e kuptoi dhe po ta veni re, ai komision nuk ndihet më, nuk flet më, nuk ka më absolutisht asnjë lloj funksioni, asnjë lloj gjëje. Dhe këtu është ajo përplasje që Rama kërkon të bëjë. Por Rama e di shumë mirë që me për sa i përket të tjerë, ai për sa është kryetari i partisë apo kryetari i qeverisë, ai mund të heqë dhe mund të vej çdo kënd, po çdo kënd mund ta heqë dhe ta vej. Ata tashmë po kërkojnë pozicionet brenda partisë, jo pozicionet qeverie, po kërkojnë pozicionet brenda partisë. Ata duan që të forcojnë pozitat e tyre në parti. Dhe të gjithë të deklarime që bëhen janë pikërisht për të forcuar pozitat në parti, që nesër në një ikje të Ramës të detyruar dhe pa qef, se Rama patjetër do largohet në ai post, nuk e zgjat më, thash, qoftë nga dosja që ndodhet në Amerikë, qoftë edhe nga lëvizjet e SPAK-ut, qoftë edhe nga lëvizja e fundit që bëri GKK-ja duke e pranuar kërkesën për qenë dëshmitar, ishte një hap shumë i madh nga pikpamja politike, ishte një hap tepër i rëndësishëm që Rama pranoi që Rama të vijë dhe të dëshmojë në gjykat, nuk ka rëndësi çështja, ka rëndësi që kryeministri vjen të dëshmon, duke pas parasysh që ka një dosje të hapur penale për 5 majin, ka një dosje tashmë të hapur për sa i përket Portit Durrësit,
Kështu që këta presin momentin e rrëzimit të Ramës dhe po kërkojnë të instalohen fuqishëm në pozicionet të tyre partjake, jo shtetërore. Tashmë ata duan pozicionet partjake. Dhe duke pas pozicionet partjake kuptohet pastaj që do nxjerrin dhe kryetarin e tyre për të drejtuar Partinë Socialiste. Zoti Merkoçi, edhe pyetja e fundit, si mendoni kur do të jetë ajo pika finale ose momenti kritik kur Edi Rama do të goditet qoftë nga SPAK-u nga njëra anë dhe qoftë nga ndërkombëtarët nga ana tjetër? Pra, cili do të jetë fundi Edi Ramës me pak fjalë? Dëgjoj, unë kam deklaruar para shumë kohë qysh kur bë takimi i fundit i NATO-s, kur Shqipëria u vendos që të ishte vend mikpritës i zhvillimit të 2007-s, domethënë, dhe kam thënë që Rama në atë mbledhje nuk do jetë kryeministër, në mënyrë absolute nuk do të jetë kryeministër, por në lëvizjet e fundit që po bëhen dhe sidomos thash prekja e interesit të gjendja gjeopolitike që ndodhet bota sot, duke parë dhe realitetin se si është, atëherë do të shohim që kemi një goditje Karshi Ramës për sa i përket të sigurisë kombëtare të vendit, sigurisë NATO-s dhe vetë Amerikës apo dhe vetë BE-s. Po të shihni dhe raportin që jep BE-ja, raporti i fundit që jep BE-ja apo do japë nuk di solli apo se solli, por aty ka një frazë shumë interesante ku thotë BE-ja ne do ta shohim gjendjen e Shqipërisë jo mbi bazën e letrave të dhëna nga institucionet qeveritare, por do ta shohim në realitet, qoftë rritjen ekonomike, qoftë pikpamjet e tjera gjeopolitike në Shqipëri, sepse mos harrojmë se vërtet është BE-ja vërtet flet aty për ekonominë, por shef edhe strategjinë e saj për sa i përket Shqipërisë. Nuk është dhe duke parë lëvizjet e Ramës, të cilat herë kërkon t'i afrojë me Amerikën, herë kërkon t'i afrojë me Izraelin, herë kërkon t'i afrojë me Kinën, herë me Rusin, herë me Europën, atëherë ata janë duke parë pozicionin e tyre. Prandaj tash Rama nuk është se ka prekur vetëm Shqipërinë, interesat e Shqipërisë, ai ka prekur edhe interesat thash qoftë Europës apo qoftë të vetë NATO-s dhe Amerikës. Imagjinoni kur nesër të ndodhi ajo çfarë Trumpi ka deklaruar që Amerika do largohet nga NATO dhe Europa thotë do bëjmë një grupim tonin europian, tashmë në çfarë pozicion do të jetë Shqipëria. Pra, nuk duhet parë kaq thjesht dhe kaq individuale, nuk është çështja Rama si Rama. Problemi është te politika që është ndjekur dhe në këtë politikë që është ndjekur, Elisa Spiropali është në lojë. Dhe Elisa Spiropali u hoq pikërisht për atë klubin çajin, që vajti pa leje me Ramës dhe në atë moment Elisa Spiropali u hoq. Pikërisht sepse ajo mori apo bëri takime dhe mori disa sinjale në atë klub dhe patjetër që Rama do ta hiqte dhe bëri atë veprim që bëri, që e shkarkoi në mënyrë të papritur. Pra një shkarkim, domethënë që se merrte njëri, nuk arrite ta kuptonte asnjëri dhe s'ka dhënë asnjë shpjegim pse u hoqi Elisa Spiropali nga ai post. Jo tek populli shqiptar, se ai për populli shqiptar s'ka dhënë asnjë shpjegim, por edhe brenda partisë apo brenda atij rrjetit të ngushtë nuk është dhënë absolutisht asnjë lloj shpjegimi pse është hequr Elisa Spiropali dhe këtu pastaj ka fillu qoftë edhe hatërmbetja, qoftë edhe ajo pjesa, mos harroni se Elisa Spiropali është goditur dhe nga SPAK ose i shoqi Elisa Spiropali është në SPAK. Një nga arsyet e tjera të cilat Elisa Spiropali i hikën garancia nga Rama për sa i përket familjarëve të tij për mos u paraqitur në SPAK. Kështu që prandaj thash domethënë grupimet që janë brenda Partisë Socialiste në një përplasje që do ta kenë shumë të shpejtë dhe besoj se para verës do jetë Rama në rrezik, para verës nuk është më kryeminist, do ketë një përplasje shumë të madhe. Dhe thash do ketë një shkërmoqje dhe këta mundohen tashmë të mbajnë në frena, në kontroll atë pjesën që mos shkërmoqet partia
Partia Socialiste. Po të ngeli ashtu siç është. Kështu që këtu është gjithë historia dhe gjithë problemi i këtyre deklaratave që bën Elisa Spiropali. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.